Pse duhet t'i ndroni më shpesh çarçafët? Anashkalimi i këtij veprimi në jetën tonë mund të arsyetohet me dembelizmin ose me pamundësinë e gjetjes së kohës për të ndruar sa më shpesh çarçafët, por duhet patur parasysh se mosrëndësia e këtij veprimi ndikon shumë në shëndetin tonë. Sipas ekspertes Mary Merlow, lovret, çarçafët dhe palar ngarkojnë substanca të pakëndshme në shtratin tonë si djersa, përshtyma, urina, lëngjët e të tjera. Ajo vjen në dukje se nëse çarçafët nuk lahen rregullisht, atëherë të gjitha këto substanca mund të krijojnë infeksione. Nëse nuk i pastroni atletet, do të vëreni se këmbët tuaja do të infektohen, prandaj edhe pastrimi i rrallë i çarçafëve krijon infeksione në trup. Pluri që mbledh shtrati dhe mosndërrimi i shpeshtë i çarçafëve krijon probleme të mëdha te personat që janë sëmurë tashmë, sidomos edhe për ato që sëmuren nga astma. Prandaj zgjidhja e vetme është t'i pastroni më shpesh çarçafët, ku këshillohet që t'i ndroni ato të paktën 2 herë në javë.